Europën, me NATO, me këta 9.000 dronë muaj nuk janë një sasi e madhe. Po në rast se ti prodhon 2.000 dronë ditë, dhe 1.000 i përdor dhe 1.000 mbeten, pra ti ke çdo muaj 30.000 dronë të tjerë që i ke rezervë. Dhe në momentin që Rusia do rrisë këto kapacitete, atëherë do vi edhe rritja e goditjes. Absolutisht po. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me raketat. Ka rritur kapacitetin e prodhimit të gjitha raketave të saj. Ka rritur kapacitetin e prodhimeve të tytave të artillerisë dhe të premtave të artillerisë dhe janë rritur gjitha kapacitetet. Në këtë muaj ka filluar goditja me të gjitha. Pra tregëm që kemi një rritje të kapaciteteve, po këto rritje të kapaciteteve nuk janë vetëm për nevoja të përditshme, por edhe për nevoja magazinimi të mëvonshme. Prandaj, në këtë moment ka ardhur kjo deklaratë e tyre që do të vazhdojmë në mënyrë sistematike, sepse e kanë kapacitetin industrial të vazhdojnë në mënyrë sistematike. Pra ja kanë mbritur pikërisht. Kjo i jep mundësinë, sepse ti nuk mund të vazhdosh në mënyrë sistematike në momentin që ti nuk ke kapacitet industriale për të përballuar në mënyrë sistematike harxhimin. E qartë. Pra kjo tregon rritjen e një fuqie prodhimi industriale për këto nevoja. Dhe normalisht do të vazhdoj. Pastaj kjo rezultatet që jep, normalisht jep rezultate politike, jep rezultate psikologjike, jep rezultate ushtarake, jep të gjitha. Sepse në rast se ti ta zëm dje ti përdorje, duke qenë se përdor 1.000 dronë ditë dhe ti një herë në javë shëroje me 700 dronë, ndërsa tash çdo ditë do sulmosh me 700 ose me 500 dronë, atëherë ti nuk i jep mundësi kundërshtarit që të rikuperojë. Nuk i lë kapacitete, sepse godet çdo lloj pike, çdo lloj vend. Nga këta ekspertë thonë drejtan 3 muaj mund të rezistojë Ukraina nëse vazhdon ky lloj intensiteti. Problemi i rezistimit është diçka tjetër. Do të kemi që parasysh që lufta në Ukrainë ka sjell një ndryshim të taktikave luftarake edhe gjitha dhe unë kam thënë një herë dhe pas vazhdoj ta them dhe ta theksoj që dy ushtritë vetme të cilat kanë kapacitete të bëjnë luftë moderne dhe janë të afta që të bëjnë luftë moderne dhe bëjnë luftë moderne janë vetëm ushtria e Ukrainës edhe ushtria ruse. Asnjë ushtri tjetër e botës. Edhe Ukraina si drejta. Po normal se ata po luftojnë me Rusinë. Po luftojnë pra. Asnjë ushtri tjetër e botës nuk ka as njohurinë, as kapacitetet dhe as aftësinë për të bërë këtë lloj lufte. Janë zero. Në krahasim me këto të dyja janë zero. Ka dy ushtri sot në botë, këto janë dy ushtrit më të forta sot në botë janë këto. Pra mos mendni sepse zakonisht njerëzit marrin ushtria më e fortë në kapacitetet që ti ke, në kapacitet logjistike që ti ke. Jo. Po flasim në ushtrim më të fortë në aspektin doktrinal, pra në aspektin luftarak. Dhe në aspektin luftarak, dy forcat më të vetme sot në kapacitete luftarake dhe doktrina luftarake janë rusët dhe ukrainjasit. Dhe pavarësisht asaj se ata që thonë që 3 muaj, 4 muaj, pra ku japin bazë të shifrave dhe kapaciteteve që ti ke për të përballuar pra të magazinimit që ke. Por ama kjo luftë ka treguar që si Ukraina si Rusia, doktrinat e tyre luftarake ndrojnë çdo 2 javë, çdo muaj. Pra në momentin që Rusia ka nisur një goditje të tillë të madhe. Atëherë Ukraina do të nisë një organizim të ri. Pra do të shpërndajë forcat më shumë. Kjo shpërndarje e forcave i shërbesh të Bashkimit Amerikës, po do gjejë një mënyrë për t'i dhënë më shumë jetë, për t'i dhënë më shumë frymëmarrje forcave të saj. Dhe kjo ndryshon për ditë në Ukrainë me luftën në Rusi. Në të dyja palët, kështu që është mbetet e papërcaktuar. Pra në rast se do të mbetet me këtë kapro, në rast se kapacitetet e saj luftarake do të jenë të njëjta, me këtë logjikë që ka, pa ndryshime doktrinale dhe strukturore. Pa zhvendosje të trupave, pa shpërndarje të trupave, atëherë po mund të themi që mund të qëndrojë ajo. Por kemi parë në ato 4 vite që gjithnjë Ukraina ka evoluar edhe Rusia, pra në raport me njëra tjetrën, në rast se njëra ka bërë një doktrinë luftarake ndaj njërës, i ka zgjatur më shumë se një muaj, nuk i ka zgjatur, pasi tjetra menjëherë ka gjetur kundërpërgjigjen dhe i ka dhënë diçka tjetër. Dhe në këtë kështu ka vazhduar edhe teknologjia luftarake të dyja palët ka ecur. Për këtë arsye them që nuk mund të përcaktosh data sa mund të rezistoj. Pasi do të ketë patjetër një reagim nga ana e Ukrainës. Reagim i cili ta sjell terreni, ta sjell lufta, pra je detyruar ta bësh lëvizje. Jo, shpjegimi është i qartë. Po bën përshtypje dritan është në gjithë këtë vijën e frontit këtu, domethënë ti shef aktivitet të fuqishëm luftarak. Në të gjithë vijën e frontit, kjo vija e frontit është bërë, ka qenë 1200 kilometra kjo vija. Kjo vija që shihni është nga këtu. Po. Kjo vija ka qenë 1200 kilometra. Për shkak se kanë ecur, kanë lëvizur, është bërë 1000 kilometra, pra 200 kilometra janë shkuar, normalisht ka pasur xhepa se ato xhepat janë mbyllur dhe ja bërë 1000 dhe në të gjithë të vijën e frontit tashmë. Po ka vëmendari luftarake. Ka rifilluar vëmëtaria luftarake në këtë vijën e frontit. Më përpara deri para një muaji nuk kishte këtu në zonën e Zaporizhës, kishte këtu në zonën e Donbasit, kishte pak këtu sipër dhe pjesërisht këtej. Tashmë ka filluar totalisht. Nuk kemi të bëjmë një ofensiv, pasi të dyja forcat e kanë kuptuar më dhe kanë nxjerrë mësime që ofensiva nuk ka më.
Sepse ti nuk mund të bësh sot ofensivat kërkojnë grumbullim të madh të forcave. Çdo lloj grumbullimi sot i forcave është i pamundshëm që të jetë i padedektueshëm. Dhe automatikisht në momentin që ti e dedekton, pra e shef, e zbulon, atëherë ti je objekt i goditjes. Pra secila palë do ta gjejë mënyrën për të goditur. Dhe për këtë arsye kanë rënë poshtë në këtë luftë moderne mundësia e ofensivave të mëdha në konceptin siç e ka NATO dhe që shohim shpesh analistë të NATO që thonë që do ketë një ofensivë, ashtu do ketë, nuk ka ofensiva më. Për ofensivën e verës. Mbaroj, pra nuk do të ketë as ofensiva vera, as ofensiva dimër. Thjesht ka ndryshuar, tani jemi në një veprimtari luftarake konstante, por jo në një ofensivë me grumbullim të trupash me intensitet shumë më të lartë, si me anën e artillerisë, si me anën e dronëve, si me anën e aviacionit, si me anën e zbullimit të gjitha. Këto raketat Zircon dritan këto Oreshniku su përdor këtë herë të paktën se jo, nuk u përdor, por nuk do të thotë që nuk do të përdoret më mbrapa. Në momentin që do të përdoret Oreshniku, do të merret vesh sepse zona nga çon Oreshniku, atëherë do të bëhet zonë ndalimi fluturimi dhe ajo merret vesh 1 ose 2 ditë përpara që do të përdoret. Dritan, ndërkohë që është rritur intensiteti dhe ndërkohë që flasim për bomba bërthamore, vjen edhe një lajm i çuditshëm fakt sepse ajo që të gjithë po prisnin ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largoheshin nga Europa. Ndërkohë vjen një lajm nga Financial Times i cili në një farë mënyrë flet për burime që raportojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që t'ia plotësojnë, sepse duhet kujtojmë që para disa kohësh Polonia kërkoi testata bërthamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, duket sikur kjo kërkesë i është plotësuar dhe këtu jemi në biseda dhe këtë e thot Financial Times. Në Europë, po veçanërisht dhe specifikisht bëhet fjalë për Poloninë, po dhe për vende balltike, thot artikulli. Si e vlerëson këtë lajm? E para duhet të shohim atë që ajo që vethat që gjithë presin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës largohen nga Evropa. E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk largohen dot nga Evropa. Pra nuk e ka kompetencën presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës të largojë forcat amerikane nga Evropa. Forcat amerikane në Evropë janë aty me miratim të Kongresit amerikan, me një vendim të vitit 1956 dhe një vendim i vitit 1956 përcakton qartësisht që niveli minimal i trupave amerikane në të vendosura në Evropë do të jetë 74.000 forca. Pra 74.000 janë të pandryshueshme. Po, gjatë luftës së ftohtë kanë qenë deri në 360.000 forca. Kur ishi gjatë luftës së ftohtë, pra gjatë perdes të hekur që ishte. Çfarë vjen mbi 74.000 forca është kompetencë e komandantit forcave të armatosura, pra presidentit e Republikës që t'i lëvizi këto forca, t'i shtoi, t'i uli, t'i bëri. 74 është niveli minimal që ka përcaktuar Kongresi. Pra kjo është e pandryshueshme. 74.000 forca do të mbesin, mund të zhvendosen nga Gjermania, të shkojnë në Poloni, të shkojnë në Rumani, po do të mbeten në Evropë. I vetmi organ kompetent për të hequr këto 74.000 forca është vetëm Kongresi Amerikan. Por dhe këtë duhet ta bëjmë me kërkesë të presidentit të Republikës. Pra, asnjë president amerikan nuk do të guxonte sot që të bënte një kërkesë të tillë para Kongresit Amerikan për arsye se do të ishte vetvrasje politike, sepse do të refuzojë. Po veç do të refuzojë, por ishte vetvrasje politike totalisht. Pra, pavarësisht se shtuhet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 74 do t'i mbajnë aty ato forca. Nuk ka asnjë ndryshim në kuptimin e qëndrimit në raport me Europën. Mund të lëvizën, pra si thash, sepse do t'i lëvizin nga Gjermania, i ka këtu në Gjermani. Ja, këto janë. Dhe do t'i çojë këtu në Romani ku po ndërton bazën më të madhe, një bazë të madhe. Mund të çojë testata bërthamore në Rumani. Jo, forcat. Mund të çojë në Rumani. Se këto janë të testatave bërthamore drejt. Dakor, kjo heqin nga këtu dhe t'i çojnë në Rumani, por kjo nuk ka në vlerë. Aktualisht, ku ka armë bërthamore ka në Gjermani, ka në Itali, ka në Angli, sepse se keni vënë ka edhe në Angli, ka edhe në Turqi. Turqia nuk është pjesë e Evropës, është pjesë e NATO-s. Po flasim në aspektin e Evropës. Pra, edhe Britania nuk është pjesë e Evropës, është pjesë e NATO-s, por ka. Tashmë kjo këtu. Dhe pse të shkohet në Poloni? Pra, falni, pse kërkohet Polonia? Vendosja e këtyre armëve bërthamore në Poloni nga aspekti taktik dhe operacional nuk ka asnjë lloj vlere në përplasje me Rusin. Pse nuk ka vlerë? Arma bërthamore ka vlerë kur ti e ke larg kapaciteteve të goditjes të armikut. Pra armat bërthamore amerikane kanë vlerë kur janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse janë shumë larg. E qartë. Dhe ti e ke të kontrollueshme dhe ai tjetri nuk e di ku ti e ke, kanë vlerë kur janë në nëndecet amerikane, pa kur ti nuk e di ku është nëndecja. E qartë. Se ka disa nëndece bërthamore.
Kur ti ngren avionet me rrezet gjatëve që janë B-52-shët që lëshojnë, B-2-shët që lëshojnë, pra ti mund ta ngresh atë me armë bërthamore dhe ngresh ande dhe ke garantinë se ky nuk ta rrezon avionin. Kurse çdo lloj armë bërthamore që pretendohet të vendoset, armët bërthamore që janë në Gjermani, armët bërthamore që janë në Itali, janë armë që lëshojnë me anë të avionëve. Pra duhet që një avion bërthamor, një avion që mban armë bërthamore siç është B-2-shi, B-52-shi të vendoset këtu dhe të fluturojë ose nga Aviano i Italisë ose nga baza e Ramstein në Gjermani që është bazë që mund të përdoret. Por në rast se ti ta vendosësh këtë avion me këto armë bërthamore në Rumani, në Poloni, në vendet baltike, atëherë ti ke vendosur në kufi me Rusinë dhe çdo lloj veprimtarie që e këtij avioni, çdo veprimtarie e tyre është direkt këtu, pra ky mund ta godasë, s'ka nevojë ta godet me artilleri, ta godet me gjithçka. Pra në moment që është për shkallëzim dhe ti nuk ka asnjë vlerë operacionale. Kam një hartë tjetër aty regjia që lidhet me këtë. Që ti e vendos edhe në Poloni. Por kjo nuk ka të bëjë me çështjen e Rusisë, sepse ti nuk i përdor dot të armë ndaj Rusisë. Sepse ti duhet ngresh avionin që ta përdorësh, po në moment që do ngresh të avion për ta përdorur, në moment që janë acaruar gjërat, atëherë automatikisht ky avion është objekt i goditjes të artillerisë kundërajrore, të raketave antiaerore. Po gjithsesi shumë afër Rusisë janë dritanë, Bielorusi, prandaj nuk është objektiv. Pra nga ana taktike dhe operacionale nuk ka të bëjë nuk hyn fare. Po nga ana politike, ana politike nuk ka të bëjë as me Rusinë. Nga ana politike vendosja këtyre armëve këtu ka të bëjë me çështje me luftë të brendshme që po ndërvendoset midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Francës për menaxhimin e Evropës. Pra kush kontrollon Evropës? Franca bëri një stërvitje të përbashkët me Polonin. Po, e bëm herës tjetër. Me Polonin për stërvitje bërthamore, pavarësisht se Polonia nuk është vend bërthamor. Dhe Franca ka vendosur dhe është e gatshme që të vendosë avion me raketa bërthamore. Ombrella bërthamore, po. Dhe gjithë ka vendosur, pra ka ofruar ta vendosin në Poloni, ka vendosur të vendosin në Gjermani dhe ka ofruar të vendosë edhe në vendet baltike. Pra Franca. Këta avion. Atëherë në momentin që Franca e vendos ta avion, pra përveç Gjermanisë, ku ka edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë i vendos në vendet baltike dhe në Poloni. Atëherë Franca merr një rol tjetër politik si ombrella e vetme e Evropës, si mbrojtja e vetme bërthamore që ka. Dhe në këtë moment e poston Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë janë garancia e vetme dhe thonë që ne i vendosim në Poloni, vendosim edhe në vendet baltike. Por ama pavarësisht vendosjes së tyre, mbrojtjen kundërajrore, mbrojtjen bërthamore. Franca nuk mund t'i japë mbrojtje bërthamore. Ajo që vendos Franca është sulm bërthamor. Po jo mbrojtje sepse mbrojtjen e bërthamore kanë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në të njëjtën moment, pra kur unë t'i jap mbrojtjen, unë t'i jap edhe armët e sulmit, pra unë të garantoj, kurse Franca nuk i garanton dot armët e veta, kurse unë të mia t'i garantoj. Pse si garanton dot? Sepse unë i garantoj nesër armët, sepse në rast se vendos tu, unë kam një marrëveshje dhe unë merrem vesh me Rusinë. Kurse Franca nuk ka marrëveshje me Rusinë. Pra, ajo çfarë po bën? Po përdoret, po bëhet një luftë e brendshme kush të kontrollojë Evropën. Franca apo Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sepse Franca ka parë tashmë që hegemonia se pak më parë folën për hegemoninë amerikane. Hegemonia amerikane në rast se bie në një rajon ka rënë gjithandej. Pra është si puna e asaj armë pushimit që thot ministri i jashtëm iranian. Në momentin që ky armë pushim bie në një pikë, ka rënë në tërsinë e tij, edhe hegemonia amerikane në rast se bie në lindjen e mesme ka rënë në tërsinë e vet. Dhe amerikanët e kanë kapur, francezët e kanë kapur këtë moment. Dhe për rënien e kësaj, tashmë po mundohen duke qenë që hegemonia amerikane është në proces të rënies. Po ha probleme, atëherë këta po mundohen që ta zëvendësojnë në Evropë. Po jo në gjithë botën, po vetëm në Evropë. Dhe për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë hyn fuqinë thonë i bie unë dhe s'ka nevojë Franca dhe e lën Francën aty ku ishte. Pra lufta është politike me anë të këtyre armëve taktike, pra me anë të veprimeve taktike për nevoja strategjike politike. Dritan, po se unë ndërkohë dakord jam edhe me këtë narrativ, por kemi folur së fundmi për një stërvitje bërthamore për rreth 470.000 ushtarë që u mblodhen në vendet baltike që për cilën e kemi folur. Në afërsitë vendeve balltike, që të jemi korrekt. Kemi folur për vendosje në Bielorusi të kokave bërthamore ruse. Është një vendim i vitit 2023. Dhe afrimi, dhe unë e mendova këtë. Do të kemi një parasysh. Se nuk e shpjegova dhe kërkoj falje. Vendosja e këtyre armëve bërthamore pra. Këto armët bërthamore që shihni që janë në Gjermani, që janë në Itali, që janë në Turqi, ato që kërkon të vendosë, që janë në Britani, ato që kërkon të vendosi Franca nesër në Gjermani, në Poloni, në vendet balltike. Ka një gjë. Kjo që nga për Shtetet Bashkuara, vetëm bombat bërthamore të Shtetet Bashkuara që nga harta dritan. Po janë edhe në Britani. Ka edhe në Britani? Po, ka edhe në Britani. Dhe të gjitha këto bombë, franceze apo amerikane, i përkasin këtyre vendeve. Pra pavarësisht se vendosen aty, këto përdoren vetëm nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka kompetencë presidenti i Polonisë, nuk ka kompetencë Erdogani për shkak. Jo, nuk ka kompetencë fare as jo vetëm ti përdor, por as që ti nxjerrë nga tuneli ku ndodhen.
Vetëm presidenti i Shtetit Amerikës e ka këtë drejtë. Pra, çfarë do lloj përplasje që nesër mund të ndodhi midis Polonisë dhe Rusisë, çfarë do lloj përplasje mund të ndodhi nesër midis vendeve balltike dhe Rusisë, përplasje konvencionale në një moment caktuar e sulmoj. Përdorimi i këtyre bombave bërthamore varet nga Shtetet Bashkuara. Varet vetëm nga presidenti i Shtetit Amerikës. Pra nuk ka lidhje Polonia. Nuk ka lidhje asnjëri vend ku vendosen. Prandaj them që lufta është politike për kontrollin e Evropës dhe jo për Rusinë, sepse nuk përdoren dot fare. Pra, është ai që e vendos, do të përdoren apo jo, pavarësisht kërkesës para që mund vi. Ato i përdoren vetëm Amerika dhe është vetëm personel amerikan, menaxhohen nga personel amerikan, punojnë nga personel amerikan dhe butonin e shtyp presidenti i Amerikës. Pra vendet ku vendosen nuk kanë asnjë kompetencë mbi këto armë dhe përdorimin e tyre. Fare, janë zero. E shtëruar është thjesht si puna e asaj targës. Pra, është si puna e kësaj përdorimit, pra lejes përdorimit të një mjeti. Mjeti është i imi, unë t'jap ty të drejtë që edhe ti mund të bësh xhiro në këtë mjet, po duke i dhënë unë mjetit. Pra unë të bëj xhiro në mjet dhe kur unë të bëj xhiro në mjet, ti thua që unë e posedoj këtë mjet. Jo, mjeti s'është joti, unë jam duke të bërë xhiro me mjet. Mjeti është i imi. Jo se ideja që mund të largoheshin nga Europa dritan ishte e tmerrshme duke qenë se shtylla e arkitekturës së sigurisë amerikane e Europa. Gjithkusht e ta heqin nga mendja, pa ndryshuar ky vendim i Kongresit, asnjë president i Amerikës nuk i heq dot 74.000 forca nga Evropa. 74.000 forca do të mbeten aty dhe vazhdojnë mbeten aty. Dhe SBA do të mbetet ala. Për këtë arsye vinte ajo që thotë që Rusia, pra që thash që testimi një bombe bërthamore nga ana e Iranit i jep vulën asaj çfarë kërkon Rusia të një arkitekture të re të sigurisë botërore kur përfshirë edhe për Evropën, për caktojnë ata. Atëherë po, në rast se Amerika hyn në këto bisedime për ringritje një arkitekture të re të sigurisë, atëherë mund të kemi lëvizje se bëhen me mendim Kongresit, çdo lloj miratim, çdo lloj marrëveshje që mund të bëhet midis palëve të reja, midis fuqive të reja, atëherë kjo shkon në miratimet e kongreseve përkatëse. Po deri në atë kohë nuk ka asnjë lëvizje. Mund të kemi shtim, por reduktim poshtë numri 74 nuk bie. Dritan, të falenderoj shumë. Është bashkuar me mua profesori nderuar Sazan Guri. Profesor, kënaqësi kam. Kënaqësi dhe unë që komunikoj me ju, edhe me televizionin tuaj në mënyrë të veçantë. Të falenderoj shumë. Profesor, gjithë shqiptarët janë dëshmitar të asaj që shpërtheu në mënyrë të krejt papritur, le të themi një provë e bukurisë së popullit shqiptar në kuptimin e protestave që nuk kanë të krahasuar me protestat e tjera zhvilluara deri tani. Po para se të kalojmë tek protestat, do doja shumë të kuptoja çfarë po ndodh në Zvërnec dhe më pas tek reagimi qytetar. Okej. Juve thatë vetë, krejt papritur. Në fakt, edhe kjo papritshmëri ishte rrjelloj e një sëmundje të enjtur, që është dhe vazhdon të jetë në kurisë të popullit shqiptar. Dhe populli duroi dhe atë që thotë Ciceroni, mos na përdhosni durimin ton. Pra, populli kuptoi që në këtë përdhosje të durimit, duke filluar me shkelje të hapësirave publike brenda qyteteve, duke filluar me atë që quhet zeni e hapësirave bregdetare nga Butrindi, Manastir, Sarand, Himar, Dermi, Palas, Sazani në atë gjoja projektin e madh me njerëz që bile arritën të pushtojnë jo vetëm ismi Sazani me mendime, me ide, me dëshira të shfrenuara të qeverisë dhe politikës shqiptare të dy krave, por ata arrin që të kalojnë nga Sazan, Karaburun, Vlora, të kalojnë nga Zvërnecin në drejtim Themarit. Dhe tash janë zbuluar me disa projekte që kapin një shifër për 15 km2, hyn direkt në temë, dhe që do të thotë një vijë bregdetare, 15 km e gjatë me 1 km e gjerë, e zbatuar nga vija bregore, kufiri ujë deti me tokën, deri në 1 apo 1,5 km. Dhe kjo hapësirë, populli kuptoi, qytetari ndjeu që gjithë këto investime të quajtura strategjike, gjoja ose me investitor strategjik, këto nuk është e zhvilluan individin, qytetarin
banorin, komunitetin shqiptar. Sepse investitor strategjik neve kemi në naftë. Sa më shumë naftë që nxjerrim, aq më të varfër bëhemi. Sa më shumë megawatt energji që prodhohen nga ecet, që prodhohen nga tecet, që prodhohen nga voltaikët, që është gjithë Themani dhe Karavastaja mbushur me voltaik, ne aq më të varfër bëhemi. Pra, investimi strategjik nuk qen nga në dobi të qytetarëve, të publikut. Dhe projekti, me që ju pyete për projektin, është gjoja një shifër investimi maramëndës tonë ata, i jashtëzakonshëm tonë ata, prej 4 miliard. Po kush e vërtetoi kur ai nuk ka projekt? Nga, kjo është çështje dëshire që tonë ata 4 miliard. Pastaj pse duhet të jemi ne që përballë një gjoja shifre 4 miliard euro, ti mund të pranosh gjithçka deri në atë që quhet shkelje e të drejtës së publikut. Pse është shkelje e drejtës publikut? Kryeministri tha që kemi të bëjmë strikt me një marrëveshje ndërmjet privatëve në funksion të asaj investitori strategjik që për cilën ju folet. Okej, dakor. Atëherë Gardi, i nderuar gazetar, zoti Redi, ishte në një pozicion caktuar të tokës ku zinte Gardi lagunën, dunën, rrerën deri ke kufiri me ujë. Pra, Gardi tregon natyrën e projektit. Gardi nuk ishte kot deri në vitetarët. Edhe projekti, tha dhe zoti Rama, e shkel zonën e mbrojtur. Shumë njerëz nuk janë qartë. Edhe në pranë diskutimet dhe për televizione, nuk janë qartë. Gjunavi, ndonjëherë vjen gjunavi, ndonjëherë thua si ka mundësi mos pyetet njeriu i dur. Siç bëni ju, zgjidhni njeriu dhe po diskutoni. Jo se jam unë kush e di. Por aman, në qoftë se ai e denigronte konceptin dikush, s'ka rëndësi, biletë deputete, çfarë s'ka rëndësi, deputete i PS-s. Thoshe që unë që nesër në krahasim me 4 miliard euro, unë do heq edhe kufit e zonës mbrojtur. E kupton që çmendurie janë tani? Tash zona e mbrojtur me vërtet kategori 5. Peisazh, që me anë të projekteve të qeverisë edhe shkel me projekte të rigoroze të caktuara. Ndërkohë, Gardi, zënja e vendit është me një leje zhvillimore, që është jo projekti ide, po një projekt më i avancuar, që sjell frutet apo uzurfrutet e një projekti të caktuar. Kjo është leje zhvillimore. Është pa leje ndërtimi, është pa leje mjedisi, është në zonë të mbrojtur kategorie 5, por sektori ku ngrihet vepra është shkalla e parë e mbrojtjes, sepse janë 6 zona kategori të mbrojtje, po janë 4 shkallë, e parë, e dytë, e tretë, e katërt. Dhe shkalla e parë në çdo zonë që është, kategorinë e parë, kategorinë e dytë, në të tretën, që janë monumentet e natyrës, në të katërën edhe në të pesën, shkalla e parë nuk preket me beton. Pra, ndërsa sektorët e tjerë, shkalla e dytë, e tretë dhe e katërt, edhe preken me investime në tradit dhe në miqësi me natyrën e zonës. Pra, kjo është prekja me një projekt caktuar. Ndërkohë ti ke beton, do kesh aeroport, aty do kesh miniporte, aty do kesh jate, aty do kesh deri në 8 apo 10 kate. Kështu që nuk jemi pyetja që bëhet, jemi investimin apo je kundër investimit, e di çka kujton? Kujton kohën e diktaturës, konservator apo liberal. Pra, ne nuk jemi kundër investimit, ose jemi kundër investimit në mënyrë të tillë, po. Sepse një investim, zoti Redi, gazetari dashur, sado investim miliardësh të jetë, sado me një natyrë miqësore që mund vi. Fundit, ka shkelur një territor, e lëm zonën e mbrojtur, që ja thash, e lëm, përballë një zone tjetër, që deti ka rrerën të pashkelur, fiksoj fort, shënoj, ka dunën, element natyror që mbron njeriu nga deti, ka pyllin që mbron përsëri qenie njerëzore nga lëvizjet, oscilacionet e nivelit detit, ka një lagun që është sa tokë buke, sa është ujë ëmbël dhe ujë kripur, ka një lagun, ka një kënet, para se mbas lagunës vjen një kënet, pastaj vjen toka e krip. Pra, këta elementi, jo pak për 7 element, këta janë pa presh, këta janë tokë perandorake, këta janë tokë pa tjetërsueshme.